Mirë se erdhët, zoti Milo. Si që dim të gjithë, tani Shqipërisë i kanë mbetur vetëm dy rrugë, ose bëhet madhështore, ose me edhjen dhe Partinë Socialiste në Bashkimin Evropian, referuar dy sloganeve të dy forcave politike. Si politikan, por dhe si historian, cili është kursi që mendoni se do të vendosë votuesi shqiptar? Sigurisht kjo është një pyetje vështirë për të gjithë, jo vetëm për mua, sepse në fund të fundit janë qytetarët shqiptarë ata që do vendosin dhe ne do të marrim vesh diku aty nga fundi i 11 majit, në mesnatën e 11 majit, në rastin më të mirë. Kur dalin exit pollet e para, po, sepse në Shqipëri kemi dhe përvojat këqija që ka patur edhe 2 javë dhe se kemi marrë vesh rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Urojmë që këto zgjedhje të jenë të qeta dhe rezultatit të dalë shpejt dhe pa konflikte. Por, nga kjo pikpamje, unë mendoj që sondazhet që do të fillojnë që nga kjo javë të materializore dhe të na shfaqen nëpër ekrane, do të na japin një orientim të përgjithshëm, se sondazhet përgjithsisht kanë rezultuar në Shqipëri që janë afërsisht të sakta, me atë margjin e gabimit prej 3%. Kështu ka rezultuar nga zgjedhjet e kaluara. Kështu që ne do të gjykojmë rreth këtyre rezultateve se kush do fitoj, ose më mirë, se kush do jetë partia e parë. Sepse sondazhet e para deri ditën e fundit kanë rumbullakosen dhe nuk mund të precizohen. Pra, mendoj që do të ketë për mua si parti e parë, po e them opinionin tim paraprakisht, si parti e parë do të jetë Partia Socialiste. Por sa do jetë numri i deputetëve që do siguroj Partia Socialiste, kjo mbetet për të parë. Sepse ka opcione optimiste parashikimi që i japin nga burime brenda vetë Partisë Socialiste, por ka edhe opcione parashikimi nga opozita që i japin të kundërtën, pra një rrudhje të Partisë Socialiste në këto zgjedhje që po vinë. Pra, dhe këtu amplituda është goxha e madhe midis parashikimeve dhe mbetet për të parë këto sondazhet që mendojmë që janë neutrale dhe objektive për të parë tendencën. Se sondazhet do na japin tendencën, por as edhe ato nuk mund të na japin një saktësim përfundimtar të mandateve që do të merren. Zgjedhjet e këtij viti janë shumë serioze për një sër rrethanash dhe arsyesh, por a janë serioze programet edhe premtimet që kampet politike ofrojnë në mos edhe shfaqja publike që kanë bërë, nëse i referohemi çeljes zyrtare të fushatës qoftë Partisë Demokratike, qoftë edhe të Partisë Socialiste në shesh me ballë dhe me atë përfaqësim që për nga forma ndryshonte. Patjetër që në të gjithë botën, kur bën fushata elektorale, pa përjashtim, ata që futen në garë, gjithmonë përpiqen që me programet e tyre të tërheqin sa më shumë vëmendjen e votuesve. Dhe hartohen programe të tilla me pikësynime të caktuara për të kapur shtresa sociale të cilat mund të manipulohen përmes këtyre premtimeve. Sepse është një rregull i përgjithshëm dhe i njohur botërisht, aq më keq në Shqipëri, që çfarë premtohet në fushatat elektorale, shumë pak bëhet kur partitë politike vinë në pushtet. Dhe në këtë rast, bile këtë herë, për aq sa janë bërë fushata tani, edhe me inaugurimin e fushatës elektorale që bën të fundit për 2 partitë kryesore politike, ka patur me bollëk premtime. Premtime të cilat patjetër që të bëjnë edhe të nënqeshësh kur i dëgjon, sepse premtimet janë me kaq bollëk sa nuk do të mjaftonte as edhe buxheti i Amerikës që të përballonte vënien në jetë të këtyre premtimeve që janë duke u bërë
në këtë fushat për 11 majin. Prandaj, rezervohem duke e ditur fare mirë se cilat janë pikat kryesore që janë premtuar me rrogat sidomos, kur rrogat e qytetarëve shqiptar apo të punësuarve në fushat caktuara, shkojnë rrogat të cilat do të kishin zili edhe qytetarët europian për nga premtimet që janë bërë. Prandaj nuk i besoj, sepse thesi, se po flas kështu me gjuhë thjesht, thesi i parave i buxhetit shqiptar është i vogël. Ndërsa premtimet janë kaq të shumta sa ai thesi i vogël si do që ta ndash në mënyrën më racionale të mundshme, më të ndershme të mundshme, nuk mund t'i përballoj ato premtime që po bëhen nga partitë politike që po garojnë këtë herë. Jo kuptoj. Ndryshojm temë, zoti Milo, flasim për disa zhvillime ndërkombëtare. Dje, presidenti serb Vučić deklaroi fundin e revolucionit me ngjyra. Ai u bëri thirrje që vandalizmat të adresohen me ligj dhe shtoi se askush nuk mund ta rrëzojë Serbinë duke e përifrezuar. Çfarë përfaqëson ky epilog i protestave të studentëve, mendoni ju, të cilat vijojnë edhe mbahen? Po këtë epilog të revolucionit me ngjyra e deklaroi Vučić, i cili patjetër që e ka kundërshtuar që në fillim, që ka qenë kundër tij dhe vazhdon të jetë kundër tij, apo jo? Qofse flasim për lëvizjen studentore. Edhe pse i kushtoi kryeministrin? Dorëheqjen e kryeministrit. I kushtoi dorëheqjen e kryeministrit, por dorëheqja e kryeministrit apo dhe e ministrave nuk është ndonjë problem i madh për një regjim politik, sepse ata nuk përfaqësojnë vlera të mëdha politike që të mund të zhbalancojnë ekuilibret e brendshme, qoftë edhe të regjimit të Vučićit. Prandaj, ai ka më shumë një dëshirë që ta shoh të përfunduar këtë revolucion, këtë lëvizje studentore, por do të shihet, sepse nuk besoj që lëvizja studentore dhe lëvizja e protestës kaq masive të mund të përfundoj pa arritur qoftë edhe një objektiv madhor, sepse të dorëhiqet një kryeministër është më tepër një lëvizje politike taktike e qeverive, partive politike, regjimeve të caktuara dhe nuk është përfundim logjik i një lëvizje tillë të madhe se kjo që kemi parë muajt e fundit në Serbi. Dhe patjetër që ky Vučić është një udhëheqës politik i rregjur. Kjo është e vërteta dhe duhet pranuar, sepse është ndodhur shpesh në situata të tilla dhe ka ditur të dalë, t'i ka përxej ato dhe të ruaj pushtetin e tij. Por këtë herë ai përveç vështirësive të njohura që ka brenda në Serbi, edhe në raport me demokracinë, me lirinë e medias, apo edhe me qasjen ndaj integrimit europian të Serbisë, ai përsëri arriti të mbahet dhe mendoj se më shumë e ka ndihmuar edhe konjunktura ndërkombëtare. Për fat të tij, po jo të qytetarëve të Serbisë, qëndrimi që kanë mbajtur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashmë së fundi në mënyrë të veçantë, administrata e presidentit Trump, por edhe një lloj mefshtësie e Europës, e Bashkimit Evropian në raport me Serbinë, duke i ditur problemet që ka, duke i ditur shkeljen e lirive të drejtave të njerëzit, edhe çfarë po ndodh atje, kjo e ka ndihmuar Vučićin që të përqendrohet në problematikat e brendshme pa patur probleme me faktorët ndërkombëtar. Prandaj them që ai është me përvojë tani, ditë i menaxhoj
veçse nëse do të ketë një lëvizje më masive se kjo që është bërë tani, dhe që mund t'i dalë jashtë kontrollit. Nëse kjo përfundon dhe nëse ai e deklaron të përfunduar këtë revolucion sipas tij, atëherë këtu kemi të bëjmë me një thyrje dhe me një veprim që do të thoshe që ka për ta lënë Serbinë për shumë vite të tjera mbrapa në procese demokratizuese dhe integruese të saj. Mund të heqim një paralele me atë përpjekjen për liberalizëm edhe reformim të viteve 60 që mandej ra në nacionalizëm, apo kemi të bëjmë me një zhvillim krejtësisht të ri? Për Serbinë flas. Unë besoj se nuk ka të krahasuar. Mund të ketë elemente që mund të duken sikur janë një ripërsëritje, por mendoj që nuk mund të krahasohen e para, sepse ka qenë një regjim tjetër, regjimi komunist, regjimi Titos, dhe ka qenë konjunktur tjetër ndërkombëtare, pra sistem tjetër dhe konjunktur tjetër ndërkombëtare që kishte Jugoslavia e Titos në atë kohë, ishte një vend që nuk kishte demokraci, por ai Tito dhe klani i tij manovronin brenda hapësirës që u jepte sistemi që ata kishin përshtatur, si vetë administrimi jugoslav, u jepte hapësira e të drejtave të nacionaliteteve që përbënin Jugoslavinë federative të asaj kohe, dhe Tito në vitet 60, por edhe 70, u përqendrua më tepër për të gjetur një ekuilibër midis dy nacionalizmave që kishin rivalitet, nacionalizmit serb dhe atij kroat. Dhe herë godiste njërin, herë godiste tjetrin, me qëllim që t'i ulte në ato nivele që ai menaxhonte më mirë dhe që arrite të bënte kompromiset e duhura. Patjetër që duke filluar nga fundi i viteve 60 dhe konkretisht nga viti 1968, në skenën politike jugoslave të kohës, doli faktori shqiptar që erdhi duke u rritur, erdhi duke lëvizur, duke protestuar dhe kërkoi identitetin dhe manifestimin e identitetit të tij në kuadër Federatës Jugoslave. Dhe pikërisht që nga 1968 Tito u përpoj dhe i dha disa të drejta shqiptarëve me qëllim që të ulte vrullin e tyre, derisa më në fund manovroi dhe për më shumë në 1974 në Kushtetutën e re jugoslave të asaj kohe, ai u dha shqiptarëve një pozitë që nuk e kishin patur përpara, atë të krajinës autonome në kuadrin e Federatës Jugoslave, duke rritur edhe përfaqësinë e tyre në institucionet qendrore jugoslave. Ishte një përpjekje për t'i kënaqur shqiptarët brenda asaj hapësire federative që kishte, por që me vdekjen e Titos, pastaj ndodhi kriza tjetër që e thelloi dhe që e çoi procesin deri në shpërbërje të Jugosllavisë. Pra, me pak fjalë, nuk mund të flasim sot që të heqim paralele midis situatës aktuale me atë të kohës Titos. Është larg Vučić se qenëri një udhëheqës që të krahasohet me Titon në asaj kohe. Me që jemi në rajon, ka dy njohje të reja të Kosovës nga shtetet e Afrikës, ndërkohë që gjua ashpër e ndonjë zyrtari pranë Trump është ndalur. Mendoni se herët apo vonë politika amerikane do të rikthehet në ato shina të cilat ne e kemi njohur deri më tani? Politika amerikane përgjithsisht ka qenë mbështetje të Kosovës dhe këtë e dinë të gjithë. Por kjo lloj mbështetje është luhatur, ka patur uljet dhe ngritjet e saj në varësi të zotërve të shtëpisë së bardhë, të programeve të tyre në politikën e jashtme dhe në raport me rajonin e Ballkanit Perëndimor,
por edhe në raporte të tjera geopolitike. Nuk duhet lënë pa përmendur këtu që edhe politika shqiptare në përgjithësi në rajon, por në mënyrë të veçantë politika e drejtuesve të Kosovës ndër vite ka qenë jo e përcaktuar qartë, ka qenë, do të thosha, një politik më shumë që ka parë interesin politik konkret të përkohshëm të aktorëve kryesor politik, të atyre që kanë qeverisur dhe që qeverisin, dhe nuk kanë qenë të prirur për të bashkuar në emër të interesit kombëtar. Kompromiset janë gjithmonë të dobishme kur shfaqet interesi kombëtar përpara. Mirë po, kjo është harruar në Kosovë për hir të pushtetit, ata edhe sot e kësaj dite dhe tani që po flasim neve këtu, nuk janë në gjendje të lënë më janë mërit, pakënaqësit, rivalitetet që kanë patur dhe kanë, për t'i dhënë Kosovës një qeverisje të qëndrueshme, që është shumë e nevojshme sot në sfidat që përballon Kosova, dhe që mund të jetë edhe nesër në qoftë se ato nuk arrin kompromisin. Është fat dhe është shenjë mirë që dy vende afrikane, jo pa peshë, Sudani dhe Kenia, njohën tash së fundi Republikën e Kosovës, dhe ky është një mesazh i mbarë, nëse do të vazhdoj, dhe shpresojmë që të vazhdoj. Dhe kjo duhet të shërbej tani, në këtë moment, duhet të shërbej si një ogur i mirë që forcat politike të Kosovës ta kapin momentin, të ulen, të bisedojnë, të bëjnë kompromisin e duhur për të krijuar qeverinë, sepse po vazhduan gjatë me këtë frymë dhe me këtë formë, ata do të riciklojnë një krizë tjetër politike që nuk dihet se kur mbaron. Mund të mbarojë me zgjedhje të tjera të parakoshme, sepse s'ka rrugë tjetër. Përsa kohë që ata refuzojnë që të ulen, bisedojnë dhe të bëjnë një qeveri. Le të shpresojmë që do bëjnë më të mirën gjatë ditëve të ardhshme dhe kështu që të dalin nga ajo skemë e cila mund t'i çojë përsëri në një rreth ciklik të krizave të pandalshme. Sa varet edhe sa kushtëzon në këtë kuadër, pra në zhvillimet në Ballkan, përpjekja për paqe në Ukrainë që është politikisht një paqe mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë? Nga rezultatet që do të ketë një marrëveshje e mundshme, akoma jemi në planin teorik, në planin e negociatave, sepse asgjë nuk është vendosur. Në qoftë se, gjithmonë po flasme, në qoftë se, do të ketë një marrëveshje për Ukrainën, jo vetëm në midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, në planin dy palësh, por do të ketë një marrëveshje ku do flitet dhe do vendoset për Ukrainën, po jo pa Ukrainën. Pa prezencën e delegacioneve. Pa prezencën e saj. Sepse kjo do të ishte një politik dhe një marrëveshje që nuk është bashkohore, që do të ishte imponuese dhe që nuk do ta kishte jetën e gjatë. I referojnë takimeve të Riadit të fundit. Të gjitha takimeve që janë bërë dhe që mund të bëhen. Domethënë, jo vetëm kaq, por Ukraina si një vend i rëndësishëm europian do të ketë nevojë dhe ka nevojë dhe sot që të ketë një pjesëmarrje dhe një prani të Europës, të cilës të Europës brenda Bashkimit Evropian apo të përfaqësimit të Europës në një plan më të gjerë, dhe kam parasysh këtu edhe Mbretërinë e Bashkuar, Britaninë e Madhe.
Kështu që të arrihet një paqe reale dhe e qëndrueshme në Ukrainë, do të thotë që duhet të inkuadrojë në kuadrin e një paqe të qëndrueshme në Europë. Të thotë në nënshkrimin e një marrëveshje më të gjerë se sa një plan dypalësh apo rajonal i ngushtë. Sepse interesi tani është më shumë, siç e vut edhe juve në dukje, për takimin që do të ketë në Ankara midis javën e ardhshme, është vërtet rajoni dhe deti i Zi është një rajon shumë i rëndësishëm që prek interesat edhe të Rusisë, edhe të Ukrainës dhe të Turqisë. Dhe Turqia është e interesuar që të ketë një marrëveshje që të zhbllokojë detin e Zi si një arterie e rëndësishme komunikimi detar që lidhet dhe me tregtinë, me import-eksportet dhe që dëmton të gjitha vendet. Pra, është shumë e dobishme si iniciativë dhe e mirë. Por ajo do të jetë e pjesshme nëse arrihet vetëm për detin e Zi dhe nuk shtrihet për në tërësi për marrëdhënien midis Ukrainës edhe Rusisë. Pra, zgjidhet një pjesë, por mbetet boshti qendror, që është marrëveshja si blok në tërësim disë këtyre të vendeve dhe arritja një marrëveshje që nuk dihet çfarë çmimi do ketë, kush do të paguajë, çfarë kostoje. Nga këto tregues për nga mënyra se si do të zgjidhen këto pyetje, do të jepen përgjigje, do të varet shumë edhe thelbi i marrëveshjes. Do të ketë një kosto vetëm për Ukrainën, territoriale, mbi të gjitha, një kosto që do t'i tregoj kufirin se deri ku mund t'a ushtroj sovranitetin, apo do ketë një marrëveshje të ndershme, të ekuilibruar, që do të mund të jetë afatgjate dhe ku Rusia patjetër duhet për atë çka bëri të paguajë një çmim. Varet se nga ç'pozita do të ndërtohet marrëdhënia e ardhshme midis këtyre dy vendeve, sigurisht me kontributin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por duhet edhe të Bashkimit Evropian. Dhe së fundi, zoti Milo, dua një koment në lidhje me këtë që do të përcjell në këto momente. Yair Netanyahu, djali kryeministrit izraelit, i është përgjigjur me zemërim planeve të presidentit francez Emmanuel Macron për të njohur një shtet palestinez. Ai ka dërguar presidentit francez një mesazh përmes platformës sociale X, transmeton Telegrafi, ku shkruan ndër të tjera: greva, po për pavarësinë e Kaledonisë së Re, po për pavarësinë e Polinezisë franceze, po për pavarësinë e Korsikës, po për pavarësinë e vendit Bask, po për pavarësinë e Guinesë franceze. Ndaloni neo-imperializmin e Francës në Afrikën perëndimore, shkruan ai. Si u duket? Qartë dukshëm është djali që mbron pozitat e babait. Nuk ka nevojë për shumë mendje për ta kuptuar që thelbi i krizës sot në lindjen e mesme nuk është vetëm rrypi i Gazës, është thjesht çështja palestineze, është mohimi i të drejtës popullit palestinez për të patur shtetin e vetë. Gjë që është ngritur dhe ka dhe një rezolut të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, që e mbështet krijimin e një shteti palestinez. Pra, zgjidhja me dy shtete atje, si që kanë mbështetur edhe aktorët kryesor ndërkombëtar prej vitesh, është pra edhe krijimi i shtetit palestinez, ku palestinezët të ndihen që janë në shtetin e tyre, që janë të përfaqësuar dhe që kjo do t'i jepte fund krizës, do t'i jepte fund luftimeve, sepse çdo zgjidhje tjetër që do të lërë të pa zgjidhur çështjen palestineze do të jetë gjithmonë një burim tensioni dhe konfliktesh. E ka treguar historia këtë. Ky konflikt filloi që në 1948, ndonë se atëre u vendos nga Asambleja
e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara që të krijoheshin dy shtete në të njëjtin territor që kontestoi Izraeli dhe Palestina, për fat të keq që nga 1948 dhe deri tani që ne po flasim tu në studion tuaj, nuk është mundë të zbatohet ajo rezolut që do të ishte një zgjidhje perfekte në atë kohë për këtë krizë që po qese do lejohet, do ricikloj edhe në të ardhmen konflikte të reja në ata rajon. Faleminderit që ishit në studio, zoti Milo. Krajtësi.